Dëshmia ime ka të bëjë me alkoolin. Pija shumë alkool dhe duhan. Kisha 12 vite që përdorusi alkoolin. Pija jashtë mase shumë, që nga mëngjesi deri në darkët. Ushqimi im ishte kafe, raki edhe duhan. Ndikoi negativisht dhimbje koke, stres, probleme në familje, me gruan time gjithmonë kisha grindje. Në vërtet, mendimi im ishte që të leja familjen. Që gjitha ato që tha janë të vërteta. Ishte një temë sherri dhe grindjeje sa herë që shifja me gotën e rakit. Unë pas bisedës, normal, do të rriqesha diku, do qaja, qa unë bëja tjetër. Po mandoj çdo frym, çdo mallkim që djalli ka përdorur në jetën e tij, dalë jashtë në emrin e Jezu Krisht. Ndryshimet e mi janë të mëdha, janë pafund. Dhimbje kokës kam, jam tepër i qetë, i qeshur, gallat. E kam lënë alkoolin, kam lënë duhanin, domethënë të gjitha. Kaluan goxha muaj, 10 muaj, dhe se kam pi më fare. Tani gjithçka është e qetë, nuk ka më biseda që do përfundojnë me patjetër në grindje. Jemi të qetë, jemi në paqe, Zoti na ka bekuar. Nusës imi kërkoj shumë falje, se e kam rënduar në vërtet. Lavdi Zotit, tani jam shumë mirë, as bat fjalë, ku të largoj nga familja, familja ime.